unë e vëresha se kishte një farë disfunksionaliteti brenda koalicionit vlen, apo premtimet tona ishin se bashkohemi me një parti edhe vazhdojmë si një parti, një tërsi më të qe, dhe Alianca për Shqiptarët, për shkak të ndarjes që ndodhi në shkurt të vitit 2024, nisi me organizimin e forumit të gruas në kuadër të partisë, forumit rinor, degëve të partisë dhe në fund me kongresin në dhjetor të vitit 2024, dhe unë e vëresha se në takimet që organizonim kishte masovitet të jashtëzakonshëm, dhe e vëresha se kryej një farë kompleksit e tre partit, kjo është përshtypja ime, tre partit tjera të vlenit, dhe disi prej nga fillimi i këtij viti nisi alianca prej këtyre tre partive të shihet si rrezik potencial, fatmirësisht për ne, se dia fatkeqësisht për ato. Gjitha anketat Alianca për Shqiptarët dilte gjysma e vlenit në besueshmëri. E normal, këto përplasje të brendshme e shfrytëzoi dhe mërojnë në mënyrë fantastike, dhe nisi të dominon. Disa premtime që i dhamni ishim lartë më premtimeve,